Në qarkun e Gjirokastrës është evidentuar vatra e pare e murtajes së ruminantëve të vegjël, një sëmundje ngjitëse që prek kryesisht delet dhe dhitë. Sipas informacioneve nga shërbimi veterinar, vatra është identifikuar në një fermë në zonën e Libohovës. Flora Zharkalli, përgjegjëse e sektorit veterinar në këtë qark, konfirmon rastin dhe thekson se janë marrë masa përkatëse për izolimin dhe kontrollin e përhapjes së sëmundjes. Me njëherë pas marrjes së rezultatit, shkuam në fermë. Ishte e shtunë basdite. I komunikuam rezultatin e laboratorit dhe i komunikuam gjithashtu dhe riskun që ka kjo sëmundje. Ferma ndodhet në bashkinë Libohov, në qytet Libohov, në lagjen Marin. Ferma mbashkon 256 bagti të imta të llojit dhënë dhe dhi, nga të cilat 230 janë dhenë. Ditën e diel shkuam përsëri në fermë, grupi kontrollit dhe bën krye monitorimin e fermës në zbatim të planit të kontingjencës për sëmundjen e murtajes së ruminantëve të vegjël. Aktualisht, ekipi veterinar po monitoron situatën nga afër, ndërsa po zbatohet protokolli plot i parashikuar në raste të tilla, shton mëtej Zharkalli. Kemi në dorë një përgjigje të laboratorit, e cila është e pakontestueshme dhe fermën e ka shpallur pozitive, që në këtë moment ne marrim të gjitha masa në zbatim të planit të kontingjencës për këtë sëmundje, e cila është: caktojmë zonën 3 km, me rreze 3 km dhe zonën me rreze 10 km. Në zonën me rreze 10 km hyn qyteti Libohov dhe fshatin e Pravisht. Në rrezen 10 km janë të gjitha që nga Pogoni, Bashkia Dropull, Bashkia Njësia Administrative Antigone, Njësia Administrative Lazarat, dhe grupet e punës janë në teren për të bërë identifikimin dhe inventarizimin e të gjitha tufave, duke filluar nga ato që ndodhen më afër vatrës. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një sëmundje virale shumë prekëse që mund të shkaktojë humbje të konsiderueshme në bagëti. Kontrolli dhe menaxhimi i hershëm i rasteve është thelbësor për të parandaluar përhapjen.